Të nderuar teleshikues, do të ndjekim në vazhdim në pjesën e dytë të këtij emisioni një intervistë ekskluzive të realizuar nga stafi jon me ish ministrin e drejtësisë, me juristin Ylli Manjani. Ne kemi bërë le të themi një rezume të këtij viti zgjedhor që e ka shoqëruar Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë, sepse të treja shtetet kanë pasur zgjedhje lokale apo të përgjithshme. Kemi bërë një pasqyrim të përgjithshëm të situatës politikës rajonale dhe impaktin e elementit shqiptar. Këtu përshëndetemi së bashku për t'ju lënë sërish takim të shtunën e ardhshme në Almak Press. Gjëra më mirë shqiptarëve në Maqedoni, paktën në këtë zgjedhje është le të themi koalicioni, pavarësisht zhvillimeve partinë me Ali Ahmetit, sidoqoftë koalicioni shqiptarëve është gjë e mirë. Gjithmonë kudo që ku ka koalicion shqiptar, është gjë e mirë. Veçanërisht, ka parasysh gjithmonë për shqiptarët në Maqedoni, ku nevoja për mbijetesë në Shqipëri është më e madhe se kudo tjetër në hapësirat shqiptare në Ballkan. Në këtë kuptim bashkimi është gjë e mirë. Më vjen keq që unë të them që ka humbur Ali Ahmeti që nuk ka qenë pjesë e bashkimit shqiptarëve, por ka bërë koalicionin, ndoshta i nisur nga e shkuar nga nevoja për treguar që është mbi çdo gjë, ka krijuar atë situatë. Ali Ahmeti është politikan me shumë përvojë në hapësirën shqiptare, veçanërisht në Maqedoni. Ali Ahmeti është njeriu që ka hyrë në politikë, do thosha me përplasje, me guxim. Është njeriu që ka luftuar, do ta themi këtë gjë. Mirë po, si çdo gjë tjetër në hapësirën politike, edhe përgjithësisht politika të konsumon. Duhet ta pranojmë këtë gjë. Domethënë ndërmjet shqiptarët njëri me tjetrin edhe kur han pilaf zihen, mërziten njëri tjetrin, jo më të mendosh që dikush do rri në politikë përjetësisht. Dhe kjo është një problem shumë i madh në hapësirën shqiptare. Ka një dallim, duhet ta bëj edhe këtë ndoshta çik më vonë, po sidoqoftë në hapësirën e politikës shqiptare në Maqedoni, unë mendoj që edhe orët e punës politike të Ali Ahmetit janë drejt fundit. Është gjëja më logjike që në radhët e BDI-s të kishte diçka tjetër, të ketë gjithmonë gjëra të reja, udhëheqës të ri, sepse unë historisë është kjo, sa herë shqiptarët përçaren humbin, kjo është definicion, kjo është e provuar tashmë, nuk e di edhe sa 100 vjet të tjera duhet ta kuptojmë këtë histori. Nuk besoj që kemi të vështirë të nxjerrim mësime, po e kemi të vështirë të i pranojmë mësimet e nxjerrura. Dhe kjo është ato, se nuk do në logjikë madhe për të nxjerrë mësime. Mësimet ato janë, historia aty flet, ulëret madje, nuk është se thjesht flet. Por shpesh nuk na pëlqen, sepse unë besoj fort këtë teori që ne shqiptarët jemi individualist, absolutisht karakteri individual i shqiptarëve është shumë i fortë, përpasoj është më i fortë edhe se sa çdo lloj bashkimi vullnetar ose jo, sepse duam të na dalë ajo e jona, është një egoizëm i jashtëzakonshëm, është shokullor, nuk e ka Ali Ahmeti, nuk e ka Ylli Manjani vetëm, apo kujtun ve emrin kujt dush, si dush. Kjo është midis nesh, ne kemi këtë gjë. Dhe kjo na kanë diktuar shumë që të mos formsojmë grupime të mëdha për të qeveritur. Për shembull, do të marr vetëm një rast, sepse dua ta ilustroj këtë që sa po thash. Nëse mbledhim aritmetikisht
faktorin shqiptar në Ballkan, ne jemi absolutisht popullsi e dyta ndoshta, mos grekëve, në numër popullsie. Pra do thotë ne duhet ishim praktikisht shumë të zhvilluar, shumë gati pse jo superfuqi, nëse do ishim bërë bashkë, nëse do ishim bashkë, nëse në çdo rast do ishim bashkë, nëse sido që dinte situata prapë do ishim bashkë. Fakti që na ndajnë, na përçajnë, ndajmë edhe vetë, përveç se na ndajnë, na ka lënë këtu ku jemi. Kam shumë vështirë të them emrin kësaj partie. Më duket si emër pesticidi ose si server, po çon si ka kjo ta gëzoj emrin se nuk takon mua ta komentoj këtë gjë. Por ditë them këtë gjë që sigurisht ajo është një parti e djathtë, sa kuptoj, është një parti që ndjek linje nacionaliste, aq nacionalizëm sa i ka ngel Maqedonisë. Dhe realisht kjo është shpreha dur, aq nacionalizëm sa i ka ngel Maqedonisë. Maqedonia performon shumë mirë kur është në kurs për plasje për fat keq, po kur është në paqe, performon jashtëzakonisht keq në raport me shqiptarët. Çelën gjithmonë debate të stërçelura, të stërmbaruara, jo gjuha, jo një vendim i gjykatës kushtetuese, jo lënia masdore e zonave ku banojnë shqiptarët, që është evidente për hir të vërtetës, përqendrimi i gjithçka rreth qendrës së Shkupit, me asgjë më shumë se sa kaq, dhe kjo, nëse kjo quhet konservatorizëm apo e djathtë, mendoj që kjo është një parti, mendoj unë, shumë deficitare në raport me faktorin shqiptar, por edhe në raport me vetë Maqedoninë. Duhet ta them këtë gjë. Domethënë po ti vesh një besoj unë kam luksin ta gjykoj kështu këtë, për shkak se e shoh si vizitor. Domethënë Maqedoni ti do shkosh në Shkup, jo fort larg rrethinave të Shkupit, punësisht tek qendra, sepse po dole në zonat e tjera, o do të shkosh në vendet të targetuara që shijosh një weekend apo një drek apo një darkë, ose pastaj është një gjë që duket qartë që ka një disnivel politik ndërmjet qendrës dhe periferisë së Maqedonisë. Dhe kjo sigurisht partia që qeveris ka përgjegjësi për këtë gjë. Flas për Maqedoninë, e lëm faktorin shqiptar për një moment që na pëlqen ne, po flas për Maqedoninë. Së pari, së dyti, në raport me faktorin shqiptar me Shqipërinë, besoj se ka në një problem. Unë mendoj që kjo partia që ka këtë emrin e çuditshëm është realisht e thash sertak më parë, është deficitare domethënë. Dhe sigurisht shqiptarët janë deficitarë për vete, në kuptimin që nëse do ishin edhe më të bashkuar, do ishin edhe më shumë faktor, por ka një problem të madh prapë që është midis nesh. Që edhe shqiptarët që hynë në qeverisjen e partive të Maqedonisë fillojnë të transformohen çuditërisht. Okej, ngelen disa të thëna apo disa deklarata, po ka shumë pak veprime ekzekutive. Pra domethënë puna është vjen një pikë që duhet të thotë, jam as jam në qeverisje, jam as jam në politikë. Eksakt shqiptarët që janë aty duhet ta bëjnë gjithmonë këtë pyetje, jemi as jemi në qeverisje. Dhe kjo është gjithë tema, sepse nëse jemi në qeverisje, atëherë çfarë kuptimi ka që të çelim debate mbi gjuhën, çfarë diskutojmë gjuhën shqipe akoma. Kjo është mohabet i të kaluar ka 150 vjet, është i të kaluar domethënë. Si ka mundësi që çelen gjithmonë gjëra të kësaj natyre. Dhe prandaj thash, është ironi, është cinike kjo që them, por është fatkeqësisht e vërtetë që duhet se s'bën një kurs për plasje, fatkeq edhe i dhunshëm që Maqedonia dhe politika e Maqedonisë të performojë. Dhe kjo është shumë e trisht. Janë dy gjëra që duhet të ndajmë, që është bashkëpunimi partjak ndër i shqiptarëve ndër kufitarë në Ballkan,
Është një gjë tjetër që sa publiku, shqiptarët kudo që gjenden, kanë informacion mbi politikën. Kjo e dyta është deficitare. Domthonë, nëse testoni me pak vëmendje, do kuptoni që vëmendja politike e shqiptarëve në Maqedoni, në Shqipëri veçanërisht, edhe në Kosovë, ndaj partive politike kudo që gjenden në Maqedoni veçanërisht, po edhe në Kosovë, është e ulët, pra do ka një njohje relative të shqiptarëve politik, shqiptarëve që merren në politikë. Kjo për shkak të faktit se njerëzit sigurisht sot në kohën e sotme janë përqendruar më shumë tek hallet familjare, tek emigracioni midis nesh është një smundje e madhe, është e jashtëzakonshme, dhe kjo sigurisht ul interesin për politikë, por edhe për shkak të faktit se në hapësirat politike shqiptare ka shumë pak teza politike. Duket sikur njerëzit hynë në politikë për të bërë karriera personale, jo për të zhvilluar teori apo teza politike. Kjo është një pra, domethënë shumë në hapësirën e mbar shqiptare është shumë vështirë të identifikosh politikan për shkak të tezave politike. Identifikohen politikan që janë qeveri, thonë filani ka qenë ministër ose ka qenë kryeminist ose është kryetar partia dhe kaq, dhe këtu mbaron historia. Por se çfarë ide politike përfaqëson, kjo është domethënë okej, njihet Edi Rama sepse Edi Rama është spektakolar, njihet sigurisht Albin Kurti, po çfarë ka në vetvete Albin Kurti, se i tha një dy herë Amerikës, stop dhe Amerika është zënë nga qeveria, po këtë e bëri të famshëm. Po se cila është teza politike e Albin Kurtit në hapësirën mbar shqiptare, flas për interesin ndërkombëtar, është një pikpyetje shumë e madhe. Unë personalisht në hapësirën politike të Maqedonisë, domethënë di që politika e shqiptarëve pra qendra politike e shqiptarëve është tetova, të tillë. Një dojim si fillim duhet ta them. Për të keq shqiptarët në Kosovë janë shumë më të ndjeshëm politikisht. Pra, në kuptimin që shqiptarët e Kosovës janë të vetmit shqiptarë sot në hapësirën e vendeve ku jetojnë, që ende besojnë që me votë ndryshohet gjëja. Realisht. Ne shqiptarët e Republikës së Shqipërisë nuk e besojmë që me votë ndryshohet gjëja. Po edhe në Maqedoni duam s'duam ne, okej, dihet këto janë partitë shqiptare, dikush do hyjë, dikush do dalë, por nuk besimi i njerëzve tek vota është hajde të bëjmë qokën, por jo se do ndryshojmë gjë, është në këtë kuptim. Në Kosovë ka ende besim që me votë ndryshohet gjë. Atëherë, Albin Kurti ka qenë një nga përfituesit e kësaj filozofie politike të popullit Kosovës, popullit politik në Kosovë. Personalisht, sjellja e Albin Kurtit në këto vite mua më ka zgënjur shumë në këtë vitin e fundit. Dhe besoj që sjellja e tij politike, domethënë ai ishte politikani që komandonte Kosovën, sot Albin Kurti nuk e komandon dot si më thënë mjedisin politik. Ishte komandanti i mjedisit politik, tash është mjedisi politik që e ka vënë përpara Albin Kurtin dhe mirë e ka bërë. Për shkak se është sjell keq. Shikoni, Albin Kurti s'pari për mendimin tim, dhe kjo është problemi kryesor që ai ka dështuar të lexojë vullnetin politik të popullit të Kosovës. Populli i Kosovës i dha Albin Kurtit mbështetje personale, por jo të mjaftueshme për të qeverisur i vetëm. Ky është leximi i duhur që duhet i bënte rezultatet të zgjedhjeve. Dhe nëse do të bënte këtë leximin e duhur, nuk do kishte fare nevojë të bënte atë spektaklin që jo zgjedhim kryetarin, jo shtym seancën, jo 70 procese në gjykatën kushtetuese për të zgjedhur një kryetar. Domethënë u krijua ideja që Albin Kurti është i palumtur me rezultatin e zgjedhjeve dhe donte të provokonte zgjedhje zgjedhje të parakoshme. Dhe kjo është praktikisht e thënë shqip të tallesh me vullnetin e njerëzve. Dhe kjo nuk domethënë këto janë mundësira që një popull si Kosova, që thash është ende vital, ende beson tek vota, nuk mund t'ia bësh këtë gjë sepse të ndeshkon. Dhe ndeshkuan.
po ta vini re, ato zgjedhjet që janë bërë tani në zgjedhjet lokale, padyshim që është ndëshkim për vendosin, sepse ata kanë abuzuar me vullnetin e në kuptimin jo financiar, jo korruptiv, por nuk e kanë lexuar drejt vullnetin e popullit Kosovës dhe përpasoj kanë qenë të paaft ose kanë qenë qëllimisht të paaft për të adresuar siç duhet problemin politik. Tani ka një pyetje tjetër që duhet shtruar në këtë gjë. A mund të ketë luksin qeveria e Kosovës, pra shteti i Kosovës, që të jetë pa qeveri një vit rresht? Pa qeveri legjitime të mirë formuar, ku jo thjesht të diskutoj çështjet ka buxhet apo s'ka buxhet, sepse buxhetet në këto vende tona janë pak kështu si simbolike, të domosdoshme sigurisht, por prapë simbolike, por në raport me njohjet ndërkombëtare, Kosova vazhdon të ketë problemin e sfidës së njohjeve ndërkombëtare. Nuk mund të hysh në sfida kaq të mëdha, duke mos lexuar vullnetin e popullit tënd. Fjala vjen, në qoftë se kushti ishte që Albin Kurti mos i ishte kryeminist, një lider do duhet ta cedonte këtë gjë. Po, edhe mund mos jesh kryeminist për të lexuar vullnetin e popullit tënd. Se kjo është loja. Këtë gjë ka bërë Ramush Haradinaj. Ka hy ka dalë në qeveri sepse kush ka qenë rezultati i zgjedhjeve. Ka hy ka dalë në qeveri Hashim Thaçi, ka hy ka dalë në qeveri të LDK-s pafund, ka ndruar 3-4 kryeministra. Pikërisht për të bërë këtë gjë. Domethënë pse s'duhet ta bëj vetvendosja këtë gjë? Duhet ta pranoj që nuk e ka, unë nuk jam në një mbështetës i madh i këtyre paternalizmave ndërkombëtar. Duhet ta pranoj këtë gjë. Jo se jam anti-amerikan apo anti-europian më thash, por besoj shumë tek kam gjithmonë prirje për të kuptuar që problemi themelor i jonë është brenda nesh. Pa kuptuar veten ne, pa kuptuar se çfarë duhet bëjmë më mirë, kemi realisht të vështirë ose totalisht pamundur për të kuptuar se çfarë bëjnë të tjerët ne. Dhe këtë e kemi smundje historike ne. Na bëri ky, na e bëri ai. Na ndau ai tjetri. Po pra, na ndajnë, na bëjnë, na i bëjnë të gjitha, për sa kohë që ne nuk vëmë trurin në punë, mendjen aty ku duhet, bashkojmë forcat dhe të tregojmë se çfarë jemi. Kjo është thelbi i gjës. Por sigurisht për çështje pragmatike, diplomatike, sigurisht që një ftohje e marrëdhënieve edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është e sugjerueshme, veçanërisht në rastin e Kosovës. Aq më tepër në këto kushte kur politika izolacioniste e Trumpit. Trumpi është një nacionalist, Trumpi thotë Amerika vlen, tjerat janë kacave në bosh, shohim pastaj. Dhe në politikën tregtare që ndjek zoti Trump, nuk është asnjë çudi që ai të jetë shumë shpejt, siç ka qenë në krah me Putinin, që ne akoma shohim njëri tjetrin që je pro-rus, e kupton, ndërkohë nuk është një kënaqësi thjesht dhe pro-amerikan, sepse s'merret vesh tash se çfarë duhet me qenë, e kupton? Kjo është një histori që hajde gjeje se kush është e mirë. Dhe në këto kushte kur Trumpi, Putini, lojrat të mëdha globale gjeopolitike janë në proces dinamik, sigurisht që Kosova nuk e ka këtë luks që të mbyll kanalet e komunikimit dhe të bashkëpunimit. Aq më tepër kur nuk është se kemi në ideologji tani. Kam pasur dyshime që zoti Kurti ka qenë më demokrat në kuptimin e politikës amerikane se sa republikan, po unë pak mendoj që nuk e kemi këtë luks. Çfarë më thani demokrat amerikan, punë madhe, çfarë pastaj? Apo je republikan amerikan, punë madhe, çfarë pastaj? Nuk na duhet fare kjo se me kush me politikën amerikane. Na duhet që të kemi marrëdhënie korrekte dhe shtetërore diplomatike. Kjo është e padiskutueshme. Në një shtet demokratik nuk do ishte problem, por në një shtet që kërkon të ndërtoj demokracinë, po është problem. Çfarë do të them me këtë? Ka mandate ka qeverisë edhe Merkeli në Gjermani, por ju e dini që ka tira rregulla dhe si funksionon demokracia aty. Kur kam parasysh që vetëm në
2 vjet e gjysmë, Gjermanisë i ranë 2 president. Vetëm nga Bildi, nga gazeta Bild. E kupton? Kjo është standard super i lartë. Sigurisht nuk është normale në hapësira si Shqipëria që kërkojnë të vendosin një sistem demokratik solid që të kthehen tek imazhet e së shkuarës. Një parti që rri gjatë në pushtet, domethënë luan kundër kohës, kundër teorisë konsumit. Dhe që thash pak më parë për Ali Ahmetin, më vlen shumë mirë edhe për Edi Ramën. Njësoj është. Pra, politikanët janë në orë pune. Domethënë, në mekanik, edhe hekuri, mekanimin e kohës konsumohet nga fërkimi. Kurse në qoftë se njeriu mekanimin e kohës nuk konsumohet dhe nuk quhet me njeriu, quhet zullum. Dhe kjo është një gjë që duhet ta pranojmë që kështu është. Spari, së dyti pa ta shikoni me vëmendje, as vetë socialistët nuk u bën mirë këtë. Sepse edhe ata kanë nevojë të kuptojnë që një ditë nuk do jenë në zyrat e pushtetit, apo të shtetit, apo kudo që jenë, por duhet ta shohin edhe në një anë tjetër. Domethënë, cilito që e ka parë në të dy anët politikën, edhe brenda dhe jashtë, e kupton shumë mirë që është shumë e rëndësishme dhe nevojshme rifreskimi politik. Por këtu problemi është që ka humbur në Shqipëri, pra në shoqërinë shqiptare, ka humbur balancë, ka humbur ideja e balancës politike. Dhe kriza, në mendimin tim, është më e rëndë se sa partijake. Është Shqipëria ka rëshqitur, besoj, dhe këdi se sa shpejt do dalë, nga kjo rëshqitje në një krizë të thellë sociale. Pra shoqëria ka një raport të vdekur me politikën, partitë politike nuk janë më instrumenta politike, por janë qendra biznesi. Domethënë ne kemi ne tash nuk flitet më për politikë, flitet për biznes. Pra kemi një shoqëri të madhe e biznesi, kur aksioneri kryesor është Partia Socialiste dhe Edi Rama, Partia Demokratike dhe Sali Berisha dhe të tjerat kanë pranuar të jenë aksioner në minorancë. Dhe këtu tani hajde të ndajmë çka kemi për të ndarë, marrim çka kemi për të ndarë, sigurisht pas përqindjeve të aksioneve. Kjo nuk quhet politikë, kjo është tregti, kjo është biznes, kjo është çdo gjë. Dhe këtë gjë e pranon shoqëria, kjo është kriza. Tu fillon kriza. Jo, politika shqiptare qartësisht është në kurs të ndryshëm me interesin e shoqërisë për zhvillim demokratik. Unë ju thash pak më parë, Kosova ka qenë, pra shoqëria Kosova, shqiptarët e Kosovës janë ende besojnë tek vota, midis nesh, hapësirën tonë në Kosovë besohet ende tek vota, dhe politika ka bërë çmos që ta vrasë këtë besim. Ndërkohë në Maqedoni dhe Shqipëri është njësoj, është një rutinë, domethënë. Kemi të parti, njerëz që dalin votojnë, as po votoj për këtë, as po votoj për atë, një tifozllëk politik, po jo një entuziazëm që shiko unë kam një votë dhe duhet ndryshoj diçka, ose duhet bëj diçka. E gjen gjithmonë e më shumë të vdekur në hapësirën tonë. Nëse flasim për antarësim politik në Bashkimin Evropian, kjo është një gjë tjetër, është një gjë që mendon është larg interesave të njerëzve që jetojnë në këto hapësirë. Bashkimi politik është një bashkim politik për arsye politike, kjo mund ndodhi. Nuk është një gjë për tu mos çuditemi, mund ndodhi sepse politiko, geopolitika, këto historira të mëdha nuk janë dorën tonë, kanë të mëdhenj. Vendoset kufiri i Bashkimit Evropian dhe kryet kjo punë. Bashkimi Evropian si koncept zhvillimi ekonomik, social, demokratik, në vendet ku ne jetojmë e kemi shumë të largët. E kemi shumë të largët. Realisht e kemi shumë të largët. Domethënë, çfarë them? Kam shumë vështirë të mendoj që një pensionist në Maqedoni, Shqipëri apo Kosovë do ketë standarde një pensionist në Gjermani. Harroje. Do dojtë pak të në 20 vjetë që të kemi një indeksim ekonomik logjik në gjithmonë, se kështu me fjalë bukra ne ja kemi kaluar dhe Bashkimit Evropian. Po, është shumë e vështirë ta mendoj këtë gjë. Ndërkohë, me çfarë do konkurrojmë? Do konkurrojmë me universitete.
Apo me çfarë gjën do të konkurrojmë? Apo me speca dhe patate që krenohen që ja shesin njëri tjetrin dhe ja fusin njëri tjetrin. Pra dua të them që kjo është një realitet shumë i largët. Ndërkohë vetë Bashkimi Evropian nuk është më ai Bashkimi Evropian që ka qenë i para 10 vjetëve, i para 15 vjetëve, apo i para aq më tepër, i para 20 vjetëve, për cilin atë bashkimin e para 20 vjetëve unë kam pasur dhe kam grua ende memori të mirë dhe respekt të jashtëzakonshëm. Sot Bashkimi Evropian, sot them tani, ka qenë biftek i mirë, por jo në kuptimin gastronomik të fjalës, tash është katandis në kos. E kupton? Kjo është një gjë që ne duhet ta hetojmë. Po çdo bashkim politik, çdo aleancë, qoftë politike, formale, me Bashkimin Evropian, për ne është një gjë e mirë.